ja ku jemi përsëri bashk. Unë sot do të vim me recetën e preshit në tenxhere balte. Fillojmë pa humburkohë ta përgatisim recetën. Unë perimet i kam prerë të gjitha dhe i kam bërë gati për mos të humburkohë për video, që ju ta keni sa më të lehtë shikimin e kësaj recete. Vendosim pak vaj. Unë e kam ngrohur shumë më përpara këtë tenxherën, sepse ashtu duhet të jetë. Vendosim mishin, të cilën mishin e kam marinuar për një 5-6 orë në vaj ulliri dhe në krip. Perimet dhe të gjithë do të vendosim të gjitha njërë. E gjerim në vaj. Vendosim qëtër. Vendosim në ugrat, që ka prera ugrat, ashtu si që janë shkotër. Vendosim karotat, vendosim pesha, vendosim edhe pak djalë, vendosim pak sal, dhe të zi, piper djekës të bluar, kurkuma, organ, piper të kuq, vendosim përsëri presha, vendosim karotat që në kanë ngelur, piperi, speci djekës i bluar, kurkuma, origan, piperi kuq, kripa, salca e domates, gjithashtu edhe gjallë. Pak gjallë do në lëmë të vendosur në fund, mbasi kemi vendosur gjitha preshat. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur në këto lloj tenxhere balte, sepse i vendos të gjitha njerësh, e vendosim edhe gjallë. Do t'i vendosim edhe ujin e ngrohtë, jo ujë të ftohtë, 1 gotë e gjysmë me ujë. I vendosim dhe pak vaj sipër e spërkasim kështu. Do t'i vendosim kapakun, kom përpara do t'i vendosim një letër kutje, që avujt mos të dalin, edhe do e mbështelim në të formë. Do t'a lëm të bëhet deri sa uji të ketë shtëruar plotësisht dhe gjøllat na ke dalë në lyrë. E lëm të bëhet në temperaturën maksimale që ka soba. Do t'i vendos edhe kohën dhe do t'a shoh për sa minuta do të na bëhet gjëlla në tenxhere balte. E shohim pak. Ka filluar të zjej, e trazojmë pak, i përzjejmë, vetëm pak. Ja vendosim përsëri kapakun. Ta shohim gjallën që na ka përfunduar. Gjëlla me presh e me mish në tenxhere balte ka përfunduar. Tani e heqim nga zjarri. Gjellën e kemi gati për ta servitur. Si që shikojmë, ena e baltë se mba shumë nxehtësinë, kështu që kjo vazhdon akoma të zjejë. E lëm t'i dalin nxehtësia e madhe dhe më pas e servirim.
Ju bëf të mirë.